Me dy vuthian studiuesi Binakule dhe gazetarin Enver Ulaj me banim në Pej, kemi kaluar përmes Reçit të sipërm dhe të shoqëruar nga Imer Velaj, banori i kësaj zone. Jemi ngjitur në bririn e Reçit rreth 600 metra mbi nivelin e detit në zgarvën e këtij shkëmbi ku 80 vite më parë ndodhi një ngjarje. Shemsi Feri, nipi i luftëtarit legjendar të betejës së Nokshicit, Jakub Feri, kreu vetvrasje. Ai ka qenë komandant i vullnetarëve për mbrojtjen e krahinës shqiptare të Plav Guxis nga ushtria serbo-malazeze dhe çetnikëve gjatë viteve 1921-1924 në kohën kur ajo ishte ribashkuar me Shqipërinë. Pas rikthimit të forcave serbo-malazeze në tetor të vitit 1924, Shemsi Feri bashkë me vëllain e tij Hamdiun u detyruan të largoheshin dhe të strehoshin në malsinë e madhe, pasi kërkoheshin nga shërbimi i sigurimit të ish Jugosllavisë. Por fati tragjik e ndoqi Shemsiun, ndërsa Hamdiu kishte dalë një ditë jashtë nga zgavra. Ai në çast dëshpërimi i dha fund jetës së tij. Imer Velaj rrëfen se këtë ngjarje e ka dëgjuar nga prindërit dhe se Hamdi Feri kishte besim tek Malte Bejto Faslia, një malsor me autoritet në pushtetin e kohës, të cilët ja tregoi gjithë çfarë i kishte ndodhur. Të tonë të Reçit e kanë njoftë që këto janë vrarë njeriin këtë shpellë. Nona eme bashkë me do gratë tjera kanë tu i bandru janë aty në atë qafë, edhe kur krisi tha pushka, ai erdhi fillet e na. Edhe na pyeti tha, i vllai, ku bjen Shkodra, ku bjen Kopliku, ku bjen shtëpia Bejto Fasli, si diftuam tha, edhe iku. Ja kes, nuk na ka pyet tjetër. Atëherë atë natë kanë dalë policia në masdite vonë, e kanë marrë, e kanë ulë të shtëpia jonë, ka ne atë natë të shtëpia jonë, edhe nesër kanë ardhur policia, kanë marrë e kanë çuar në Koplik. Binak dhe Enver Ulaj janë banorët e parë nga krahina Plav Guxis që vizitojnë këtë zgavër kur dikur u strehuan Shemsi dhe Hamdi Feri. Unë gjatë rrugtimit kur kanë ardhur kënej, ka qenë ndoshta edhe fati që nona ime të me lind, do thotë në bjeshk të Kelmendit, në bjeshkën e ashtu quajtur Dobraçe, në shtëpinë e miqve të Ulajve, të Sadri Muçës, një pjesë të cilës edhe sot jetojnë në Nikç, që kam qenë edhe atje kom parë, kam qenë edhe në vendin ku kom lindur, do thotë Dobraçën, edhe i kom pa rranojat e të banës ku me ka lind nana. Për fat të keq, më them, kushtet kanë qenë, mund ta merrni me mend, duhet të qenë muaji tetor, se dikun me 12 tetor nëse s'gaboj kanë hyrë forcat serbe malazeze në Guxin Plav. Vi nga një familje që kanë qenë po ashtu bashkëluftar të Shemsa Ferit, duke përfshi axhën tem që ka qenë roje në zyrat apo në vendin e tij deri në ditët e fundit. Dhe unë mbaj mend indjeri që vazhdimisht thotë kanë qenë njerëz të fundit që jam takuar me të. Dhe baba im Kadri Ulaj që ka qenë po ashtu në një shpellë të ngjashme si kjo deri në vitin 47 në çetën e Pulecimës. Prandaj kur takojmë këtë pjesë të historisë dhe kur mundohemi me lidh këta fije që fatkeqësisht na janë shkput, unë mbaj një kurtim të babës, të Mixhes Smajl, të gjithë familjes që kanë pas të njëjtin vend. Studiuesi Binakule tregon dhe një fakt interesant. Shemsa Feri, Riza Feri dhe bashkëluftetarët e tij, ku ka qenë i pranishëm edhe gjyshi im, edhe kushrini ynë Kadri Ulaj, nuk kesit mos ndihesh emocione për arsye se këta luftuan për dy çështje madhore. Një, për bashkimin e trojëve shqiptare, çfarë kishte bërë Italia, ndonse ajo kishte bërë për interesat veta, dhe dy, për të mbrojtur popullsinë vendase nga çetnikët malazeze dhe serbe. Për këtë ngjarje kemi kohë që punojmë për të siguruar sa më shumë informacione, me qëllim përgatitjen një dokumentari për Shemsi Ferin si dhe të vëllain Hamdiun, babai aktorit dhe të ndjer Xhevdet Feri e kushëriri i tij Riza Feri, që humbën jetën duke u vethelmuar për të mos rënë në dorën e sigurimit jugosllav. Kemi shumë për të treguar për këtë histori, kjo kronikë është vetëm fillimi.